Reshjet e dindura të Borës që prekun qarkun juglindor të Shqipërisë gjatë tyre ditëve, të cilat u shoqëruan dhe me një ulje të ndjeshme të temperaturave, kanë sjellë dëme në sektorin e frutikulturës në bujqësi. Kulturat më të prekura janë qershia, kumlla dhe darda, të cilat ishin në fazën e lulëzimit dhe më pak molla. Fermerët shprehen se kanë marrë masa duke ndezur zjarre në pemtore për të krijuar mjegullatymi në mënyrë që të zbusin ndikimin e temperaturave të ulta. Megjithatë, shkalla e dëmit do të shihet më vonë. Ato që kanë celur edhe ato që ashtu janë shumë të brishta, kanë shkaktuar një dëm të papar. Në cilat kultura? Në qershi, në kumbull, në të gjitha. Dëmet nuk duken tash, do duken kur të fillojnë që të lëçojnë kokëlla. Tash asnjëri nuk e di. Janë marrë masa me tyma me të gjitha, mirë po varet sa do bikan këto. Para kushteve të vështira atmosferike është e vështirë të dalësh. Ndërkohë, specialistët e bujqësisë konfirmojnë se dëmet në kulturat bërthamore janë të mëdha dhe deri tani mund të vlerësohet një mas dëmi rreth 50-60%. Ata bëjnë me dije se ka nisur verifikimet në teren, ndërsa evidentimi dhe vlerësimi i saktë i dëmit mund të bëhet vetëm pas rreth një jave. Në qarkun e Korçës për këtë vit janë mbjellë rreth 4100 hektar me dru frutor, nga të cilat 3600 hektar me moll, e pjesa tjetër me qershi, kumlla e darda.